Përshëndetje. Le t'i kthejmë edhe një ligjit për paketën e maleve, ku këto ditë qeveria shqiptare ka shpallur edhe zyrtarisht edhe bashkitë të cilat do të fillojnë tashmë të implementojnë dhe të japin personave të cilët kanë shfaqur interes toka, kullota, pyje e kështu me radhë. Dhe njerë, unë duke njohur këtë ligj dhe duke di se si funksionojnë bashkitë dhe duke njohur se kush janë klientët e qeverisë të cilët duan të marrin këto sipërfaqe kullota, shpyesh e kështu me radhë, do edhe njerë të sqaroj opinioni publik ku të kuptojnë se si funksionon paketa e maleve për të cilët qeveria po e turmenton me të madhe si një sukses e kështu me radhë. Duhet të kuptojmë diçka. Paketa e maleve nuk ka asnjë ndryshim nga ligji që ka kaluar dhe tashmë është bërë pjesë e jetës ekonomike të Shqipërisë, si është ligji për investime strategjike. Ligji paketa e maleve është një paketim ndryshe, por nuk është për tokat të cilët janë në bregdet apo kanë interes në zonat fushore, por janë tokat të cilët ndodhen në zonat malore. Dhe duke qenë që qeveria shqiptare gjithë këto vite përfundoi dhënien me qera ose për 99 vite tokat që gjendeshin në bregdet apo në fush, pra këto për cilët i marrin për të investuar në panele diellor, në parqet fotovoltaike kështu me radhë, tashmë është kthyer edhe maleve. Duan të marrin edhe kullotat e fshatrave, kullotat të cilat kanë qenë pjesë e përbashkët e fshatrave ose janë tokë prona private e kështu me radhë dhe t'ua japi personave të cilët janë afër saj. Ky nuk është asnjë më shumë, edhe as më pak një tjetër ligj kriminal, si shumë ligje të tjera që ka bërë qeveria shqiptare për marrjen dhe rrëmbimin e tokave të pronarëve. Pronarë, këto toka nuk janë tokë shtetërore, as të bashkive dhe as të shtetit. Këto janë toka të pronarëve të cilët në fakt i kanë kërkesat e tyre ose dosjet e tyre pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave, por në fakt akoma nuk kanë një vendim përfundimtar. Dhe nisur nga kjo, unë duhet të bëj një thirrje të gjithë atyre pronarëve, të gjithë atyre banorëve të fshatrave. Nuk do të lejojnë asnjë investitor, të quajtur investitor të cilët kanë marrë toka ose kanë përfituar këto nga ligji paketa e maleve, por duhet të bëjmë bashkë sepse kjo nuk është tjetër vetëm një organizim, këto nuk janë veçse organizata mafioze, të cilët qeveria i stimulon për të pastruar parat gjë në investime në paketë e maleve. Prandaj edhe një herë bëuni bashkë, ju pronar, ju fshatar, ju njerëz të cilët i keni menaxhuar këto kullota për shekuj të tërë dhe janë prona të bashkësisë së fshatrave, nuk duhet i lejoni këta badakçit dhe hajdutët e pushtetit që të vinë të marrin ju tokat tuaja. Dhe njerë ju bëjthire të gjitha atyre pronarëve të cilët kanë dosjet e kthimit pronave, nuk duhet ta lejojnë këta ata shoqëtor investitor të vinë të investojnë dhe të marrin tokat tuaja. Mbani, po i bëj edhe një herë thirrje, qëndroni vigjilent. Ndoshta i vajisni edhe armët që keni në shtëpi dhe bëni gati që mos i lejoni, jo t'i vrisni, por të jeni vigjilent, nuk do të përdorni padyshim armët që të vrisni njerëzit, por të jeni vigjilent sepse grabitçarët me vendim qeverie i keni gati për çdo moment që t'u vjedhin tokat tuaja. Kështu që edhe një herë miq, mos dëgjoni demon apo demonin e qeverisë i cili na propagandon se demoni i qeverisë Demo apo si ka emrin ai nuk është gjë tjetër veç një hajdut i cili shmet dosje në prokurorinë e posaçme. Këtë tregoi gjatë menaxhimit të bashkisë Beratit dhe kështu që qëndroni vigjilent, mos i lejoni hajdutët, klientët e qeverisë edhe demon e partisë apo të qeverisë që të flasi në emër tuaj dhe në emër të tokave tuaja të trashëguara. Dhe një herë qëndroni vigjilent.